Franco Burre, përshëndetje. Përshëndetje. I vetmi sportist në 3 vitet që Shkoda Sport organizon ceremoninë më të mirëve që jeni fitues. Natyrisht e keni fituar sepse keni pas rezultate më të mira. Gjithsesi çdo vit besoj që ka ato emocione të veta. Absolutisht, çdo vit ka gara të rëndësishme, çdo vit ka mënyra për të rekorde, natyrisht kemi punë shumë për të bërë, natyrisht rrim gjithmonë me sëvitje për të ecur përpara. Besoj që patët emocione edhe në bënien e ceremonisë në Kinema Republika. Absolutisht se kisha emocione, natyrisht ishte një moment që u shpall profesori im, po piqës ishte emrim, por gjithmonë natyrisht emocione shumë të tepërta, natyrisht e pash edhe në skenë, ishte një organizim shumë i mirë, ndryshe nga herët e tjera, që natyrisht emocione të tepërta. Si ka qenë viti 2024 për Franco Burren? U realizuan për çmërit apo kishte diçka më tepër plan për të realizuar? Besoj se kishte diçka më tepër. Për çmërit u realizuam, ishim shumë afër rekordit në garën 100 metrashit, për rreth 300, një rekord që ka koç në këtë për rreth 20 vite. Natyrisht që na jep shpresë që vitet e ardhshme të jemi edhe më afër pse në rekord, por qefi jonë ishte që rekordi të thyet në lojrat olimpike. Dhe pjesëmarrja në lojrat olimpike është realizimi i dëshirës së çdo sportisti. Ju e realizuat, madje me një performancë besoj të mirë në Paris. Po, ishte një performancë e mirë sepse nuk e priqim që të kalushim nga raundi tjetër. Më shumë priqim në rekordin se sa kalimin në raundin tjetër. Gjithsesi u realizua kalimi i raundit që për mua faktikisht nga që nuk kam të gara e 100 metrashit është shumë e mirë, është një rezultat shumë i mirë. Edhe se mbet me ajo pjesa e rekordit që realisht nuk u thye. Shumë kush krenohet me tirit kampion, por ju janë rutinë, sepse janë disa edhe për vitin 2024 në disa gara. Po, unë kam për rreth 9 vite që jam kampion Shqipërisë, natyrisht kam mbaj vetë rekorde kombëtare. Pikësinimi im është natyrisht garat në kombëtare, aty ku unë kam qenë që të kemi medalje në kombëtare të rëndësishme në koleksionin, që shpresoj në të ardhmen të kemi një medalje të rëndësishme. 2025, çfarë pret Franco Burren? Kemi shumë gara të rëndësishme. Gara e parë është tani me datë 18 që është World Tour i atletikës që do zhvillohet në Itali, në Ancona. Kjo është gara e parë që do të hapet edhe do të vazhdojmë me kampionatin ballkanik, evropian, po edhe në botëror. Tek ballkaniku keni zënë mend sepse dukeni pa fat në ato gara. Realisht është bërë gara shumë e vështirë ballkaniku, sepse janë mbi 20 shtete pjesëmarrëse. Janë 20 shtete është nisi Europa e vogël në kuptimin që kemi shtete shumë të vështira, nuk është si më përpara që kemi pasur edhe ndoshta 12-13 shtete, tani janë 20 sa shtete. Edhe shumë e vështirë, kemi ekipe kombe shumë vështira si për shembull Austria, Izraeli, janë shumë vështira për të konkuruar me ta. Por besoj që ndoshta do të vinë dita që të marrin medalje të artë. Synimet konkrete, medalje në kombëtare dhe rekorde të reja për vitin 2025? Po besoj që po, natyrisht në kampionatin ballkanik do të jenë për medalje, nuk e di se cila do të jetë, por ka për shumë vite që unë afrohem medaljes artë, jam broncit edhe vend të dytë. Shpresojmë që të kemi një vend të parë. Po ashtu shpresojmë që në kampionatin evropian të jemi në finale. Vitin e kaluar ishim në gjithë finalet e kampionatit botëror, kështu që na jep një shpresë shumë të madhe që ne të kapim zonën e finales në 18 të mirë të Europës. Për më në garat në kombëtare, do të jeni me trajni rrotane në vendi apo do ndosim në lojët olimpike? Tani kjo është shumë e vështirë për ta thënë, por zakonisht garat si kampionati botëror ballkanik ose evropiani i merr përsipër Federata e Atletikës, se përveç sa ka marrë përsipër Federata e Atletikës, natyrisht do të jetë tani Bruno Rotani. Kampion rekordman në disa gara, në 200-400, tashmë edhe në 100 metra. Ku do të fokusohet Franco Burre, apo do të vazhdojmë të provojmë në garat ndryshme? Unë vazhdoj përsëris të vitin e garën 400 metrashit. Po ashtu në garën e 200 metrashit. Gara e 100-shit
mendojmë që të kemi rekordi si pasojë së vitjes nga gara 400. Nuk kemi fokusuar kur që ne të kthejmë rekordin nga 100 duke bërë së vitje në garën e 100, sepse duke se do të fokusohemi në garën e 100 do të hupi në garën e 400, do të hupi rezultatin. Sepse çdo garë ka stërvitjen specifikat e veta. Kështu që ne besoj se kemi shumë për të dhënë, sidomos në garën e Shqipërisë, kështu që shpresojmë pse jo në të ardhmen të ulim edhe përsëri 400, shpresojmë në 46, të prekum në 45 sekonda, po kështu do të vijë rrjedhoj edhe cylja e 200, por edhe 100. Nuk një limitin sa duke Franco Burri, kur thua që do të zbes në 46, të zbes rekordin e 200, duke që keni ende shumë për të përmirësuar nga kohët tuaja. Po, ne kemi besojmë se kemi shumë për të përmirësuar, natyrisht edhe kurset janë pak të vështira për të zbritur në një rang tjetër. Natyrisht duhet investime më tepër, duhet kurset më të mira. Por shpresojmë gjithmonë jemi duke gjithmonë nga viti në vit po përmirësojmë stërvitjen, përmirësojmë disa kurse që na kanë munguar, që. Tani një rrotoni pak kohë më parë në një intervistë u shpreh që duhet më shumë financa. Natyrisht e kishte fjalën edhe për ju sepse përderisa pretendoni arritje të lartë nga në kombëtare duhet më shumë mbështetje. Realisht kemi nevojë për mbështetje? Absolutisht, për të arritur një nivel sportiv elitar, në kuptimin që të konkurrosh në botë, duhet një financë, duhet financë shumë e madhe. Pse? Sepse ti do të konkurrosh me një person që ka me një person për shembull që stërvitet në Francë ose në Portogali. Ato kurse janë shumë më të mëdha se sa ne. Për shembull, shpërisjet e mia shkojnë në kampe shumë mira stërvitore që është Afrika e Jugut, është Portogalia që janë kampet më kryesore. E për të shkuar për të nejtë 3 muaj atje, natyrisht që duhen financa shumë të mëdha. Që natyrisht duhet shumë lekë. Të rikthehemi ceremonisë fundvitit, kur është parat një prej më të mirëve të vitit 2024. Emocioni besoj edhe tek familja juaj, kur djali i saj është ndër më të mirë e Shkodrës? Po, natyrisht është emocion shumë i madh. Ka qenë nga që unë kam filluar sportin rastësisht, një moshë shumë madhe. Natyrisht që ka emocione se janë këto çmime që natyrisht bëjnë më një krenar. Ka një objektiv mallor që dëshiron të arrijë Franco Burri? Po besoj se janë 2 medalje kombëtare që unë shpresoj të kem, është një në kampionatin evropian, por në lojrat mesatare. Edhe një rim për shkodarën shqiptare për sportin përgjithësi për vitin 2025. Gjithë sportistëve shkodranë një fat mbarësi, sa më shumë medalje, rezultate sa më të mira dhe shpresojmë që këtë vit kemi edhe vazhdim kampion. Faleminderit. Faleminderit.